Po të Allahu i Madhëruar e kanë detyrë obligim agjërimin e Ramazanit, ata të cilët janë të shëndetshëm. Dhe e ka përjashtuar atë kategori njerëzish të cilët në shëndetin e tyre janë të sëmurë, nuk mund me do. Aman ka thënë e kompenson me ushimin e të varfër i Zotit të Ramazanit. Kurse të namazin ja, namazin do ta falësh deri sa të kesh frym, të frymosh në jetën e kësaj bote. Vim me çështja e zakatit nuk është obligim për të gjithë muslimanët. Është obligim për shtresën e pasur. Edhe nuk ka caktuar Allahu i Madhëruar se për të marrë dhe të prishi ekonominë e shtëpisë tënde. Por të ka caktuar një shumë të vogël, me atë së cilës ti e ruan pasurinë tënde, e pastron pasurinë tënde, edhe afrohesh tek Allahu i Madhëruar. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, zakati është një prej shtyllave mbi të cilat është ngritur feja islame. Ai është ibadet, është adhurim, njësoj si namazi, njësoj si agjërimi, njësoj si haxhi, që i kushtohet vetëm Allahut të lartë madhëruar, dhe zakati jepet për të afruar tek Zoti, për të afruar kënaqësinë, për të arritur kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Dhe njëkohësisht, zakati të nderuar besimtarë dhe besimtare është institucion që për fat të keq nuk është në vendin tonë. Se nëse do të ishte ky institucion dhe të praktikohesh nga të gjithë muslimanët, me përpikmëri dhe me përkushtim, ne në rreshtat tonë, në xhamit tonë nuk do të kishim asnjë të vogël. Ne në shtet pagojmë taksa më të ndryshme, fatura të shëmbushura. Allahu i Madhëruar kërkon shumë pak, edhe atë shumë pak që ti e jep për Allahun, rregullon shoqërinë, edhe fiton kënaqësinë e Zotit, edhe shkruash tek Allahu i Madhëruar për atyre njerëzve të cilët je familjes dhe i bën mirë shoqërisë edhe vendit ku ti jeton. Përmes kryerjes së këtij obligimi, muslimani e pastron jo vetëm shpirtin e tij, por edhe pasurinë që ka dhuruar edhe mundësuar Allahu i gjithëmshirshëm. O robët e Zotit, o agjëruesit e Allahut, o të zgjedhët e Zotit, çdo gjë që ne e posedojmë, çdo gjë që ne kemi në xhepin tonë, çdo gjë që ne kemi në kursimet tona, çdo mirësi dhe begati që ne gëzojmë në jetën e kësaj bote, është dhuratë prej Allahut të Madhëruar, i cili është bujari më i madh. Ai na i ka dhënë rrezikun, ai na ka dalluar nga njëri tjetri, dhe po të donte Allahu i Madhëruar i bënte të gjithë njerëzit e pasur, kur ka lënë në mesin tonë edhe njerëz që ka sprovuar në varfëri për të treguar dhe për të bërë dallimin se kush janë ata të cilët i kanë marrë porositë e Zotit dhe i kanë zbatuar dhe i kanë praktikuar në jetën e tyre të përditshme.